Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Rinj për të rinj në Rreth të Shekoqa. Sot do të flasim për artin, kreativitetin dhe mënyrën se si nxënësit përmes angazhimit dhe dëshirës për të thënë diçka të bukur mund të përcjellin mesazhe të forta dhe edukative të kulturore. Të ftuar në studio kemi nxënës të klasës së 7 nga shkolla Sevasti Qiriazi në Korçë, të cilët janë bërë pjesë e nismës Dekoroj shkollën time, në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog, duke realizuar disa murale në disa shkolla. Sot me ta do të flasim jo vetëm për këto iniciativa, por edhe për pasionet e tyre, për artin, librin dhe muzikën dhe mënyra se si mund ta shfrytëzojnë në kohën e lirë me aktivitete të dobishme dhe frymëzuesa. I ftuari i parë për ditën e sotme është Rei Pinderi. Përshëndetje Rei, faleminderit që e pranove ftesën. Rei, na fol pak për veten, çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë, me çfarë merresh? Në fakt kam shumë gjëra që më pëlqen t'i bëj në kohën e lirë, si për shembull piktura, t'i bëj kitarës, të luaj futboll dhe gjëra tjera. Si lindi ideja për të realizuar muralen e Sevastis Qiriazit në shkollën tuaj? Lindi nga piktori Ardi Karanja, ku duke qenë se edhe shkolla ka marrë emrin e Sevasti Qiriazit, do ishte një gjë shumë e bukur që të bënim pikturën murale tek kjo shkollë. Rei, na fol pak për pasionin tënd të pikturës, që kur ke filluar të merresh me piktura, ke ndjekur ndonjë kurs për pikturën? Unë pikasën që mund të pikturoj që në moshë të vogël dhe fillova kursin në moshën 8 vjeçare. Pra tani jam 12 vjeç dhe kam gati 5 vjet në kurs pikture. Kam fituar disa çmime në disa konkurse të ndryshme, si Shqipëria ime, Kryqi Kuq e të tjera. Të pëlqen të pikturosh me ngjyra, me penela, apo të pëlqejnë vizatimet me laps, bardezi, realiste? Të dyja, po unë përdor më shumë lapsin edhe pikturën gjithashtu. Përdor teknika të ndryshme, penela të ndryshme, bojra të ndryshme. Çfarë simbolizon për ju figura e Sevastit Qiriazit dhe pse mendoni se është e rëndësishme ta njihni historinë e saj? Është shumë e rëndësishme të njohim historinë e saj, duke qenë se ajo është figura e parë historike e cila ka bërë çmos për të hapur shkollën e parë të grave në vitin 1891 dhe është shumë iniciative madhe të bënin pikturën e saj murale tek shkolla. Na fol pak për punën në grup. Gjatë këtij procesi, gjatë procesit të pikturës së murales, si ka qenë puna në grup? A kishit bashkëpunim? Çfarë mësuan nga ky aktivitet? Po, piktori Ardi Karanja na mësoi shumë teknika të ndryshme dhe nëpërmjet punës në grup mësuam që çdo gjë është e mundur. Na tregoni për muralet që keni realizuar në shkollën speciale dhe në qendrën komunitare të fëmijëve me aftësi ndryshe. Tek shkolla speciale kemi bërë 3 piktura të ndryshme murale, e cila çdo pikturë jep një mesazh shumë të thellë, ku çdo person dhe çdo fëmijë është i aftë në mënyrën e tij. Si u ndjet kur ishi duke pikturuar për fëmijët e tjerë të shkollave të tjera? U ndjem shumë mirë, duke qenë se edhe ata u gëzuan në një farë mënyre, na thanë që pikturat i kishin bërë shumë të bukura dhe po bëni diçka të bukur, diçka të mirë. Po. Sa i rëndësishëm ka qenë bashkëpunimi me Qendrën për Hapje dhe Dialog me piktorin Ardi Karanja gjatë këtyre aktiviteteve? Shumë i bukur, pasi edhe Ardi ishte një person shumë mirëqenës dhe donte që puna në grup të na mësonte diçka të re, po. Rei, ti të pëlqen dhe kitara, unë e di këtë. Po. Që kur ka filluar ky rrugtimi yti me kitarën? Po, nuk ka shumë, diku 2 muaj. Po mësoj gjëra të reja si fillestar. A ke dëshirë që të vazhdosh me kitarën, ta mësosh edhe më tej? Po. Mbase në një të ardhme të afërt, a do doje të bëje një kitarist apo një piktor? Apo diçka tjetër? Unë mendoj që do ndjek rrugën e arkitekturës, por edhe pikturën do kem si profesion të dytë. Arkitektura në fakt ta jep mundësinë që ta lidhësh edhe artin, kështu që ti nuk do ta lësh që të zhduket ky pasion, do ta ndjekësh gjithmonë. Më fol për aktivitetet që zhvillonin në shkollën tuaj dhe që ju ndihmojnë të shprehni talentin dhe kreativitetin tuaj. Kemi shumë aktivitete të ndryshme, të cilat jo përveç pikturës, por edhe prirje të tjera si baleti, kërcimi ose edhe muzika, na bëjnë që ti shprehim edhe ti pikasim që në moshë të vogël. Rei, cila ka qenë piktura jote e preferuar që ti ke realizuar? Ajo që mendon se ke realizuar më mirë? Kam bërë shumë piktura edhe në kurse dhe në shtëpi, por ajo që nga pëlqen më shumë është një peizazh.
A të pëlqen më tepër të vizatosh peizazhe apo qoftë portrete? Edhe peizazhe dhe portrete, po më shumë jam idhëm pas peizazhe. Të japin atë ndjenjen e qetësisë kur i pikturon. Çfarë do t'i këshilloje bashkëmoshatarëve tuaj për mënyrën se si ta shfrytëzojnë kohën e lirë? Ju thoja që mos e kalojnë kohën vetëm në telefon ose në rrjete sociale, por të merren edhe me aktivitete të ndryshme. Në qoftë se nuk i kanë qef pikturën ose sporte të ndryshme, kanë shumë alternativa. Ka gjithmonë që diçka që do ju përshtatet. Përshtatet, po. Rej, si mendon ti, është e rëndësishme që fëmijët të merren me art, me kulturë dhe me aktivitete të tjera të bukura? Po, sigurisht, sepse njohin jo vetëm kulturën e këtyre arteve që po ndikin, por mbase edhe të shkollave ose të gjërave që po bëjnë. Po, dhe duke i ndjekur këto aktivitete në fakt mund të zbulojnë edhe talente që nuk i dinin që i kishin, Po. që ndoshta mund t'i vazhdojnë edhe në të ardhmen. Po. Mund t'ju hap një portë. Po. Cilat janë disa nga ëndrat e tua dhe planet e tua për të ardhmen? Siç thash, mendoj të ndjek shkollën e arkitekturës, por edhe pikturën në Gotale Minjan. Deri tani këto janë planet e mia. Po, është shumë shpejt në fakt për planet e tua. Rej, si arrin ti që ta menaxhosh kohën mes kohës që të duhet për shkollën, për mësimet dhe kohën që ju kushton aktiviteteve të tjera artistike? Qerekun e ditës se kaloj duke bërë sporte, duke shkuar në shkollë dhe duke praktikuar pikturën. Dhe një pjesë të ditës se bëj duke bërë detyra dhe duke kaluar kohën me familjen time. Me çfarë sportesh merresh? Futboll. Ndonjëherë rall në shkollë volejboll, Po. A ke dëshirë që të merresh me diçka të re, qoftë diçka që do ta mësosh? Për shembull, ti tani kishe dëshirë që të mësoje kitarën dhe ju fute këtij pasioni. A ke diçka të re me të cilën do të fillosh të merresh? Mbase basketbollin, më duket sport i bukur. Edhe Ta kitara. sugjeroj vërtet basketbollin, se kam qenë vetë në basketboll, është sport shumë i bukur. Ilva, si ka qenë eksperienca jote me Eksperienca basketbollin? time me basketbollin ka qenë shumë e bukur, fantastike dhe ua sugjeroj të gjithë fëmijëve dhe të gjithë nxënësve të moshës time apo dhe më të vegjël që ta fillojnë basketbollin. Është një sport shumë i mirë. Dhe unë në fakt jam marrë me sport, kur isha me vogël Me merresha me volejboll. tenis. Me tenis, ku Tenis. shikoj Lena. U mora 4 vite derisa kuptova që nuk isha e mjaftueshme. Edhe unë se jam marrë shumë, disa vite jam marrë dhe unë. Pastaj tërkohës kam ndikur baletin, pasionin tim që në moshën 5 vjeçare dhe që e ndjek akoma tani në ditët e sotshme. Pastaj kur filloi ajo nisma e ekipet sportive të shkollave, mora pjesë, u futa në ekipin e volejbollit. Vitin e parë shkua mirë me ekipin tonë. Shkua mirë, arritëm deri në finale. Vitin tjetër bëra një ndeshje dhe më pas gjatë festimit, kur fituam ndeshjen arrita nxora dhe shpatur. Po. Jo, unë s'kam pasur gjëra të këtilla me këto. Një e kam dhirë gjurin pa e mend kështu me basketboll, po më mirë mos e përmendim. Nuk ka nevojë. I mbaj mend si eksperienca të bukura. Sigurisht, eksperienca të bukura kanë qenë që të gjitha. Po. Dhe unë gëzohem që kemi edhe studentë dhe nxënës të kësaj moshe apo dhe më të rinj dhe më të mëdhenj që merren me sport, kanë talentet e tyra. Më vjen shumë mirë që Rej është një prej tyra. Shumë faleminderit Rej. Të urojmë shumë suksese të mëtejshme në të gjitha pasionet dhe talentet e tua. Të uroj të bëhesh një piktor sa më i madh dhe një kitarist sa më i madh dhe të vazhdosh artin tënd dhe çdo gjë të mundshme. Faleminderit. Tani është momenti që të ndjekim një material që na tregon për punën që kanë bërë nxënësit në realizimin e portretit të Sevasti Qiriazi në shkollën e tyre. Na ndiqni. Në shkollën nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi në Korç u prezantua një murale e re me portretin e mësueses dhe patriotes së shquar Sevasti Qiriazi, e realizuar nga nxënësit me mbështetjen e Qendrës për Hapje dhe Dialog. Ky është hapi i parë i nismës Dekoroj shkollën time, e cila synon të sjellë në vëmendje figura historike dhe personalitete arsimore, emrat e të cilëve mbajnë institucionet arsimore. Sot është hapi i parë i një cikli të ri aktivitetesh të cilat organizohen nga Qendra për Hapje dhe Dialog në rajonin e Korçës. Cikli quhet Decorating My School.
do të jetë ndërtuar në realizimin e disa pikturave murale, kryesisht portrete të personazheve emrat e të cilëve mbajnë shkollat e qytetit, apo dhe të figurave të tjera historike të rëndësishme për kombin dhe historinë tonë kombëtare. Në rastin konkret, kemi realizuar portretin e patriotës dhe figurës së rëndësishme historike në themelimin e shkollës së Vashave Sevasti Qiriazi. Cikli do të vazhdojë dhe në muajt në vijim të përmbushet me portrete të tjera, me murale të tjera në shkollat të tjera të qytetit tonë. Vetë nxënësit kanë vlerësuar këtë nismë si një mënyrë të bukur dhe kreative për të nderuar figurat që kanë kontribuar në arsimin shqiptar. Unë në fillim mbi të gjitha dua që ta falenderoj qendrën për hapjen e dialogu, pasi ata na lejuan ne që ta krijojmë të pikturë mural aq të bukur, që identifikojnë emrin e shkollës sonë. Jam në të vërtetë krenar që jam nxënës në shkollën e Sevasti Qiriazit. Dhe jam shumë e privilegjuar për të portretizuar një figurë shumë të rëndësishme të kombit shqiptar, ajo që është Sevasti Qiriazi, dhe jam shumë krenare që jam në këtë shkollë. Kemi përdorur shumë teknika të ndryshme që ishin shumë interesante. Në fillim morëm imazhin, e ritëm skicën, e morëm në përmasa më të mëdhaja, e skecuam në mur dhe më pas përdorëm teknikat e ndryshme. Jemi shumë të privilegjuar që jemi nxënës të kësaj shkolle dhe do të vazhdojmë iniciativën për të bërë piktura të tjera të figurave historike dhe të ngrimë sa më shumë emrin e kësaj shkolle. Drejtoresha e shkollës theksoi se iniciativat të tilla jo vetëm zbukurojnë mjedisin, por edhe frymëzojnë nxënësit të lidhen më shumë me historinë dhe identitetin kombëtar. Shkolla, siç e shihni dhe vetë, është nështruar një rekonstruksioni të plotë, ka ambiente vërtet shumë të mira, bashkëkohore, moderne, kushtet janë optimale për zhvillimin e mësimit dhe piktura që sapo pat është një element i ri që është shtuar shkollës dhe shpresojmë pse jo të shtojnë dhe elemente të tjerë në shkollë sepse gjithmonë ka nevojë, gjithmonë ka vend për gjëra të bukura. Falenderojmë qendrën për ndihmën dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe nxënësit pasi janë vërtet talent dhe vërtet na surprizojnë dita ditës. Pas rekonstruksionit të plot, shkolla Sevasti Qiriazi ofron tashmë ambiente moderne dhe bashkëkohore për nxënësit dhe stafin, ndërsa kjo murale i shtohet vlerës së saj edukative dhe kulturore. Pasi kemi ndjekur materialin për realizimin e murales së Sevasti Qiriazit në atë shkollë, jemi këtu me Agnes Shahine. Përshëndetje Agnes. Përshëndetje. Me të cilën do të vazhdojmë diskutimin për realizimin e kësaj murale për këtë aktivitet. Agnes, na fol pak për veten, çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë, me çfarë merresh? Atëherë përshëndetje, është një kënaqësi shumë e madhe që të jem këtu. Unë jam nxënëse në shkollën Sevasti Qiriazi dhe pasionet e mia janë që t'i luaj instrumentin të pianos, të shkoj në balet dhe t'i luaj ndonse pak volejbollit. Pjesën e baletit unë po ja lë Ilvës si profesioniste. Unë do të pyes për pianon, që kur ka filluar ky pasioni yti? Atëherë, në moshën 7 vjeçare, doja gjithmonë që t'i luaja një instrumenti dhe gjithmonë sa që shikoja një piano, më jepte një kënaqësi që t'i luaja atë instrumenti, që një ditë ndoshta të performoja edhe në skena të mëdha, por ta kem për veten time. Cilat kanë qenë këngët e para që ti ke mësuar në piano? Atëherë kanë qenë këngë të ndryshme, të famshme nga muzikantë të njohur, si dhe siç luaj disa pjesë, si për shembull Minueti, Valsi 2. Ke qenë ndikuar nga dikush tjetër apo e ke pasur vetë pasion tani së pianon? Po, ishte pasion dhe vetimi, por edhe mami më shtynte ndonse pak për t'i luajtur një instrumenti, sepse dhe ajo kur ka qenë e vogël i luante violinës, por u rit me kalimin e kohës. Por në fakt dhe kjo shtysë shumë pozitive në këtë rast. Erdhi radha e baletit. Më fol pak për baletin të lutem. Atëherë pasioni im për baletin ka qenë gjithmonë aty. E kam me shumë qejf që ta shtroj si sport dhe jam futur tek Let's Dance, një nga akademitë më të mira në këtë qytet dhe jam shumë e lumtur që jam aty dhe ata profesorët më kanë bërë mësuesi më kanë bërë shumë që mos kem më frikë nga skena, që të përshtatem atë dhe më kanë hequr shumë ato emocionet e mia. Pra të themi që je përshtatur në skenë dhe se nuk ke më emocione kur del. Emocionet janë gjithmonë, por fal tyre, emocionet më të shumta kanë ikur. Dhe jam shumë falemnderuese për Jonelin dhe Ledian. A mendon që do vazhdosh akoma këtë pasionin e baletit?
Besoj se po, dhe do ishte shumë mirë që ta vazhdoja deri në një moshë të caktuar. Cila prej pasioneve të tua të ngjall më shumë kënaqësi, të pëlqen më tepër? Do thea përsëri baletin, pianoja dhe pak a shumë vizatimi. Arrin ta shprehësh veten më mirë me anë të këtyre Po. pasioneve, po. Agnes, si lindi ideja për ta realizuar muralen e Sevasti Qiriazit në shkollën tuaj? Atëherë Sevasti Qiriazi e njohur është dhe emri i shkollës sonë, Po. dhe përderisa portreti Sevasti Qiriazit të shkoj dhe tek shkolla jon, të bëhet një murale, sepse ajo përfaqëson forcën e një gruaje dhe ka qenë nga të parat femra që ka hapur një shkollë. Çfarë simbolizon për ty figura e Sevasti Qiriazit dhe pse mendoni se është e rëndësishme tani në historinë e saj? Atëherë, siç e thash, Sevasti Qiriazi përfaqëson një nga figurat më të forta të gruas në vendin tonë dhe jo vetëm. Ajo përfaqëson atë dashurinë për kombin e saj dhe mendoj se është shumë e njohur për gjërat e mira që i ka dhënë kombit tonë, sepse është një privilegj shumë i madh për të folur dhe për ta vizatuar atë në kudo. Si ishte përvoja e punës në grup? Çfarë keni mësuar nga ky aktivitet? Atëherë jam shumë falenderuese për piktorin Ardi Karandxa, që na ka hequr atë frikën e pikturës në një vend ku nuk e kemi bërë asnjëherë. Dhe ishte një punë shumë e bukur dhe falë ndihmës të tij që çdo gjë mund të rregulloheshe nga ato gabimet e vogla që bënim. Gabimet e vogla që e bënin punën më të bukur akoma. Më tregu pak për muralet që keni realizuar në shkollën speciale dhe në qendrën komunitare të fëmijëve me aftësi ndryshe. Atëherë ne kemi bërë disa vizatime aty, të cilat çdo vizatime ju sillin nga një mesazh shumë të bukur, e cila çdo person ka mënyrën e vet dhe mënyra e ndryshimit nuk i bën ata më të dobët, por i bën akoma dhe më të fortë. Si u ndjet kur ishe duke pikturuar për fëmijë të tjerë? Ishte një emocion shumë i madh dhe të bënte që të ndiheshim sa më shumë të bashkuar, dhe sepse dhe bashkimi bën fuqinë. Po, dhe duke qenë se edhe pikturat që ju realizonit kishin një mesazh të fortë, kjo ju jepte edhe më tepër emocion, besoj, për ta realizuar atë. Kur shikoje fytyrat e qeshtura që na përqafonin dhe i përqafonin, na vinte një ngrohtësi shumë e madhe. Çfarë mesazhi kryesisht keni dashur të përcjellni përmes artit tuaj? Pra, përmes pikturimit që ne bënim në vende në mure, siç e thash dhe më parë, që çdo person ka mënyrën e vet dhe mënyra ose ndryshimi i tyre nuk i bën më të dobët, por i forcon më shumë në mënyrën e vet. Sa i rëndësishëm mendon se ka qenë bashkëpunimi me Qendrën për Hapje dhe Dialog si dhe me piktorin Ardi Karandxa? Ka qenë një fuqi shumë e madhe, ka qenë një gjë shumë e madhe dhe jam shumë falenderuese për të, që na ka zbuluar ato talentet e fshehura që ne kishim. Çfarë aktivitete zhvillonin në shkollën që ju ndihmojnë të shprehni talentin dhe kreativitetin tuaj? Para disa ditësh ishte 90 vjetori Ismail Kadares, shkrimtari të famshëm, dhe në bashkëpunim me KOT, ne bëm në Galeria e Arteve Digjitale një aktivitet shumë të rëndësishëm. Dhe aty shprehem poezit, këngët dhe me anë të inteligjencës artificiale, ne e quam Kadaren që të na përcjellte disa mesazhe. E sot Kadaren përsëri në ditët e sotme. Po. Dhe jam shumë falenderuese mësuesës Albanës që na i bëri të mundur këtë aktivitet. A jeni kënaqur në ai aktivitet? Shumë. Jo vetëm në ajo, si dhe në Lazgush por Adeci, sepse mësuesja Albana bën aktivitete shumë të bukura që janë mahnitse. Cilat kanë qenë disa prej aktiviteteve në të cilat ke marrë pjesë? Po thuaj se që çdo aktivitet që bën shkolla, ne jemi të pranishëm aty. Si dhe në kori, edhe në letërsia që bëhet, në poezit. Çfarë do t'i këshillonit bashkëmoshatarëve tuaj për mënyrën se si ata duhet ta shpenzojnë kohën e tyre të lirë? Atëherë mendoj se koha e lirë është një dhuratë dhe duhet ta shfrytëzojmë me gjëra që na bëhen të lumtur edhe sando pak të zgjuar. Po. Pse mendoni se është e rëndësishme që fëmijët të merren me art, me kulturë apo dhe me aktivitete të bukura? Është shumë e rëndësishme sepse, siç e thash, mund të na shprehë ato talentet e fshehura që ne kemi dhe jo të rrim gjatë gjithë kohës në telefon, sepse
telefoni nuk është siç e kemi thënë që tani mos bëjmë dhe leksione që nuk na bën mirë për syt, po të merremi me diçka më shumë se telefoni, të merremi me diçka që na bën të lumtur, që të ndihemi mirë, të ndihesh më të plotësuar. Kur ikën aty dhe mendon më vonë, thua, kam bërë diçka të mirë. Bukur, ja, nuk mund të rritër ditën e telefon. Po. Në të ardhmen tënde do doje të ndishje pasionet e tua? Po. Për shembull pianon, baletin apo dhe volejbollin? Po, kam dhe shumë qef mjekësin, degën e mjekësisë, por ka ende kohë për tu menduar ajo. Po, ke kohë që ti shijosh në maksimumin e tyre gjitha këto pasionet që ti ke. Po. Dhe unë të uroj të shijosh sa më shumë, sidomos baletin, sepse jam vetë pjesëmarrëse në balet. Dhe në pikën tënde të dobët. Shpika ime e dobët. Unë të uroj shumë suksese kudo. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju. Shumë kënaqësi që ti isha pjesë sot. Në fakt, ne duke qenë se e përmendëm që muralet që këta nxënës kanë realizuar kanë qenë jo vetëm në shkollën Sevasti Qiriazi, por edhe në shkolla të tjera, është momenti që të ndjekim një material për të parë eksperiencën dhe realizimin e këtyre muraleve si tek shkolla speciale, ashtu dhe tek qendra komunitare. Na ndiqni. Nxënësit e talentuar në piktur të shkollës 9-vjeçare Sevasti Qiriazi në Korçë, në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog, kanë realizuar disa piktura murale në ambientet e shkollës speciale dhe në Qendrën Komunitare të Fëmijëve me aftësi ndryshe. Aktiviteti është zhvilluar në mëdhëheqjen e piktorit Ardi Karança, njëkohësisht koordinator i kod në Korçë. Ky është hapi i dytë i ciklit Decorating My School, i cili zuri fill në shkollën Sevasti Qiriazi, me nxënësit e shkollës Sevasti Qiriazi, dhe vazhdon tek qendra komunitare e fëmijëve me aftësi të kufizuar, por njëkohësisht edhe tek shkolla speciale, pasi janë 3 murale, 3 piktura murale, një është realizuar në shkolla speciale dhe 2 tek qendra komunitare. Janë fëmijët e shkollës Sevasti Qiriazi, të cilën në bashkëpunim me kodin, realizojnë këto murale dhe le të themi është një përvojë e bukur veç të tjera veç mesazheve pozitive që ato përcjellin. Për vetë nxënësit, kjo përvojë është vlerësuar si një mundësi për të shprehur talentin dhe për të kontribuar me art në komunitet. Ky është bashkëpunimi i dytë me kod, pas portretit që kemi bërë të Sevastit Qiriazit në shkollën tonë dhe jemi shumë të lumtur që kemi marrë pjesë sadopak në këtë aktivitete, në këtë ambiente. Në bashkëpunim me kodin, ne kemi zhvilluar këtë pikturë, e cila na tregon se të gjithë jemi të barabartë. Kemi përdorur ngjyra, teknika dhe penela të ndryshme. Është piktura e dytë murale që neve bëjmë me kod, pas pikturës që kemi bërë dhe në shkollën tonë, jemi shumë të lumtur që kemi dhuruar këtë pikturë në këtë ambiente. Këto iniciativa synojnë të lidhin artin, edukimin dhe ndjeshmërinë sociale, duke e afruar të rinjt me vlera humane dhe qytetare. Kemi ndjekur materialin tashmë dhe jemi thyer sërish në studio me të ftuarin e radhës, Ana Kalo. Përshëndetje. Përshëndetje Ana. Më thuaj pak në ç'klasë je dhe çfarë ju pëlqen të bëni në kohën e lirë? Unë jam në klasën e 7B në shkollën Sevasti Qiriazi dhe gjatë kohës së lirë më pëlqen të luaj volejboll dhe të ushtroj pianon. Më fol pak për këto pasionet ende për volejbollin dhe për pianon. Pianon unë e kam pasion, sepse dhe xhaxhai tim, Nikolin Kalo, merret me piano, është një profesionist dhe ma ka shtyrë sa më shumë t'i bie këtij instrumenti. Kurse volejbollin nuk kam shumë, kam 8 muaj që kam filluar ta ushtroj dhe më pëlqen shumë si sport. Dhe normalisht që do dhe kohën e ti për të përmirëstuar, për të vazhduar më tej. Si lindi ideja për të marrë pjesë në këtë aktivitet për të realizuar muralen e Sevasti Qiriazit? Duke qenë se shkolla tonë mban emrin e Sevasti Qiriazit, piktori Ardi Karança hodhi idenë dhe mënyrën se si neve do ta vizatonim atë. Çfarë simbolizon për ju figura e Sevasti Qiriazit? A mendoni se është një figurë historinë së cilës ne duhet ta njohim? Po, patjetër ne duhet ta njohim figurën e historisë figurën e Sevasti Qiriazit, po. Figurën e Sevasti Qiriazit, ajo për mua është një idhull, më tregon forcën që një vajzë ka dhe guximin. Si ishte përvoja në grup dhe çfarë keni mësuar nga ky aktivitet ju? Nuk është era e parë që bëjmë punën në grup, na tregon se si neve të bashkëpunojmë, secili ka idetë e tij dhe punën që bëjmë. Më fal pak për aktivitetet e tjera, në të cilat i ke marrë pjesë, duke qenë se e thej që
Keni patur herë të tjera punë në grup, bashkëpunim? Tani shumë afër kemi një aktivitet me instrumenta që do të marr pjesë me pianon. Disa ditë më parë bëm një aktivitet me Qendrën për hapje dhe dialog dhe mësuesen tonë të gjuhës Albana Panolli. Bëjmë aktivitete të ndryshme për festa të ndryshme që ka. Po, për të shprehur talentet tuaja sa më shumë. Na tregoni pak për muralet që keni realizuar në shkollën speciale si dhe në qendrën komunitare të fëmijëve. Neve bëm 3 piktura murale, të cilat ishin shumë domethënëse dhe të bukura, që na jepnin gëzim kur neve I pikturonim ato. Cilat ishin këto piktura? Më e preferuar. Ne sot jemi në sinkron. Si gjithmonë. Një nga pikturat e mia të preferuara është ajo që bëm për që neve të jemi të bashkuar, të gjithë jemi të barabartë dhe nuk ka rëndësi çfarë jemi. Jemi të gjithë të barabartë, siç jemi dhe unë me Ilvën sot në një ritëm. Si u ndjete duke pikturuar për fëmijë të tjerë dhe çfarë mesazhi keni dashur të përcjellni? Ishte një lumturi, një gëzim, na jepte neve frymëzim për të vazhduar përpara, për t'i dhënë sa më shumë ngjyra asaj pikture dhe Po. Sa I rëndësishëm ka qenë bashkëpunimi me Qendrën për hapje dhe dialog si dhe me piktorin Nardi Karanja gjatë realizimit të këtij aktiviteti. Piktori na dha shumë frymëzim, disiplinë në pikturë, kurse Qendra për hapje dhe dialog na motivoi, na dha iniciativën. Ju dha mundësinë që ju ta krijonit këtë. Çfarë do t'i këshilloje bashkëmoshatarëve tuaj për mënyrën se si ta shfrytëzojnë kohën e lirë? Koha e lirë nuk duhet hedhur kur poshtë, duhet të merremi me aktivitete që neve na bëjnë të lumtur, që neve na gëzojnë dhe ta shfrytëzojmë në mënyrën sa më të dur. Aktivitete që ne na plotësojnë. Sot më duket se është dita që dhe unë do flas pak për veten, duke qenë se edhe unë kam qenë nxënëse në Sevasti Qiriasin dhe dua t'i përshëndes të gjithë mësuesit e mi. Dhe unë gjithashtu kam qenë një person që gjendej në çdo aktivitet të mundshëm dhe me këtë dua të tregoj faktin se mësuesit e shkollës Sevasti Qiriasi janë shumë mësues të përkushtuar që përveç anës së mësimeve ju japin shumë dashuri nxënësve dhe ju krijojnë shumë mundësi për të shprehur të gjitha talentet e tyre. Dhe më vjen shumë mirë që ende vazhdojnë me këtë traditë të tyre për të qenë shkolla që I mundëson këto aktivitete. Tani unë është e kohë të flas tu për shkollën time, në fakt unë kam qenë në Stoj Tërgura, po dhe unë kam marrë pjesë në çdo aktivitet të mundshëm që është bërë. Si me kërcim, si me instrumenta, si me piktor, me çdo gjë domethënë. Edhe unë kam qenë gjithmonë Jenë tjerë besoj e plotësuar duke marrë pjesë në këto aktivitete. Gjithmonë dhe akoma ndihem e plotësuar me aktivitete. Po gjithsesi ti akoma e vazhdon këtë rrugën e aktiviteteve. Akoma dhe tani në gjimnaz që jam në maturë për shembull, dhe që jam shumë e ngarkuar dhe me provimet e maturës, unë akoma vazhdoj aktivitetet e mia, vazhdoj baletin, vazhdoj rëtëshanë këtu, çdo gjë domethënë jam shumë e përfshirë. Se mendoni se është e rëndësishme që fëmijët të merren me art, me kulturë, si dhe me aktivitete të tjera të bukura? Arti na frymëzon, na bën të ndihemi më të plotësuar, sidomos piktura, na ndihmon të shprehim talentin tonë, si dhe sporte të ndryshme, energjinë. A ke diçka të re që ti do të fillosh ta mësosh? Të re, piktura është një aktivitet I ri që unë kam filluar ta ushtroj, edhe voleybolli gjithashtu. Ana, cilat janë ëndrat e tua dhe planet e tua për të ardhmen? Edhe më thuaj pak, a do të vazhdoje në një nga këto pasionet tënde, pra si pianon apo dhe volejbollin më vonë në të ardhmen tënde? Po, volejbollin e kam pasion, e kam shumë qejf të luaj volejboll. Gjithashtu dhe pianon më pëlqen sepse kemi dhe traditë në familje, siç thash. Është shumë qejf të luash volejboll dhe të bjerë gjithashtu pianos. Kështu. Të falenderojmë shumë, Ana, që na tregove të gjithë eksperiencën tënde, të urojmë shumë suksese dhe na bëhet shumë qefi që je një prej të rejave, po, që e kalojnë kohën e tyre të lirë ashtu siç duhet me aktivitete, talente, me pasionet e tyre. Më bëhet shumë qefi. Shumë faleminderit. Historitë në fakt që sollëm sot në emisionin Të rinjt për të rinjt janë një shembull I bukur se fëmijët dhe të rinjt përmes artit dhe bashkëpunimit mund të japin mesazhe të forta dhe të ndërtojnë ura komunikimi me njëri tjetrin në jetën e përditshme. Nisma si dekoroj shkollën time tregojnë se shkolla nuk është vetëm një vend mësimi, por dhe një hapësirë ku kultivohet kreativiteti, përgjegjësia dhe dashuria për kulturën kombëtare.
Falenderojmë nxënësit e shkollës Sevasti Qiriazi për shembullin pozitiv që ata përcollën sot, si dhe për frymëzimin që u dhanë të gjithë bashkëmoshatarëve të tyre, sepse jam e sigurt që të paktën dikujt ja kanë dhënë një shtys për të hedhur një para dhe të marrin pjesë në aktivitetin, nëse ishin të ndrojtur që ta bënin këtë më parë. Sigurisht. Ju falenderojmë dhe ju të dashur miq që na ndoqët sot dhe ju ftojmë të qëndroni në të Shkoqa për histori të tjera dhe akoma më të bukura nga të rinj për të rinj. Ju përshëndesim, mirupafshim. Mirupafshim.